Me keqardhje që mund të them që pas rezolutës që u përpilua në vitin 2004, nuk janë shkruar 2 rreshta për çështjen Çame, për Çamërinë në drejtim të institucioneve shtetërore shqiptare, por edhe atyre ndërkombëtare. Unë gjej rastin këtu të vlerësoj shumë ambasadori mikun ton Luan Rama, para disa kohësh ka bërë një letër të hapur, i është drejtuar presidentit dhe leadershipit grek, duke i kërkuar të drejtat, të respektimin e të drejtave të Çamërisë dhe duke i kërkuar që shteti grek dhe leadershipi grek të kërkojë falje ndaj për krimet e kryera në Çamëri. Pra, ajo që doja të thosha është që neve kemi shumë nevojë për hapa konkret dhe hapa institucional. Ne kemi shumë nevojë që të ulemi të shkruajmë 2 rreshta dhe ato kërkesat tona të adresojmë diku. Jo thjesht folklorizmat që mund të dalim në podiume të ndryshme dhe po flasim dhe në fundit nuk shkruajmë 2 rreshta dhe të dimë se ku duhet të adresojmë.